Partia Demokratike ka bërë përgjegjës ministrin e Brendshëm Samir Tahiri si personin që nxori lajmin se piloti italian ka nisur të japë të dhëna për tentativën për të transportuar drogë nga Shqipëria drejt Italisë. Deputeti Flamur Noka ka kërkuar menjëherë që ministri Tahiri të merret në ndjekje penale e të japë llogari para ligjit. Samir Tahiri ka nxjerrë sekretin hetimor, ka prishur hetimet. Kjo është jo vetëm një provë e lidhjes drejt për drejt me bandat dhe me trafikantët, por po ashtu është një vepër shumë e rëndë penale, për cilën ai duhet mbaj patjetër përgjegjësi. Partia Demokratike i kërkon prokurorisë të hetojë me shpejtësi dhe me vendosmëri këtë skandal dhe autorin e vërtet të këtij krimi. Për te çështjes së avionit që urrëzuar në Ishëm, Partia Demokratike ka vazhduar denoncimet për drogën, këtë herë duke u fokusuar tek problematika e kultivimit të kanabisit në Dibër. Vetëm një ditë pas debatit për Dibrën në parlament, opozita ka përdorur komunikatat e policisë për të mbështetur argumentin e saj se droga përcaktoi rezultatin e zgjedhjeve në këtë zonë. Policia e tij raporton në komunikat zyrtare, që është kjo këtu e ardhur me email, se në një aksion ka zgjesuar 4780 rrënjë kanabis në zonën e Selishës, në Dibër. Pikërisht aty ku unë e sfidova, dje kryeministrin shkonin bashkë për të parë ka apo jo drogë. Pra policia në këtë mënyrë hedh poshtë gënjeshtrat e djeshme të Ramës. Ministria e Brendshme ka reaguar menjëherë pas akuzave të opozitës për nxjerrjen e sekretit hetimor për rastin e avionit në Ishëm. Në këtë deklaratë theksues se deputeti Noka duhet të tregojë se cili është prokurori që i ka dhënë informacionet, si dhe të shkojë pranë organit të akuzës e të paraqesë të dhënat që disponon. Ndërkaq ministria ka ngritur edhe pyetje se si deputeti demokrat në parlament bëri publike një ngjarje që ishte në hetim, siç ishte rasti i rrëzimit të avionit në Ishëm.